deri para 6 muajsh, edhe ne bashkë kemi biseduar për shkak të angazhimeve profesionale, që duke sigurisht një dyshe Malizi-Shqipëri. Shqipëria u shkëput nga ky binom i frontrunner. Çfarë ndodhi rrugës? Pse mbeti vetëm Malizi në pozicion kryesues? Kjo ka qenë një përshtypje e gabuar, sepse nuk kanë qenë në paketë asnjëherë Malizi dhe Shqipëria, sepse dallimi mes tyre ka qenë gjithmonë aq i madh saqë nuk kanë mundur të jenë në një paketë. Shqipëria deri vonë ka qenë në një paketë me Maqedoninë e Veriut. Dhe kur u shkëput nga kjo paketë, në mënyrë dramatike avancoi Shqipëria. Pra, ka pritur me vite për të hapur një kapitull, ndërsa më vonë, kur u shkëput nga Maqedonia e Veriut, brenda pak a shumë një viti i hapi të gjitha kapitujt. Dhe ky progres marramendës i Shqipërisë, apo progres i papar, progres pa precedens, siç thuhet në fjalorin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, ka të bëjë vetëm me dinamikën e hapjes së kapitujve. Mirë po nëse shqihet raporti progresit për Shqipërinë në secilin kapitull veç e veç, atëherë shihet se megjithatë Shqipëria ngec shumë prapa malit të zi në përmbushjen e kritereve që do të duheshin për të bërë gati për antarësim, sepse në secilin kapitull matet pregaditja e vendit për të zbatuar në tërësi bazën ligjore të Bashkimit Evropian, pra pregaditja e vendit për të respektuar të gjitha standardet evropiane. Këtu Malizi është shumë përpara. Tash, aty ku ka mundur të avancojë Shqipëria dhe prandaj ky vit vazhdon të jetë test, është që të mos jetë dallimi shumë i madh mes Shqipërisë e Malit të Zi. Malizi synon që deri në fund të këtij viti të mbyll të gjithë kapitujt negociues. Deri në këtë moment i ka të mbyllur 14. Shqipëria nuk e ka të mbyllur asnjë. Tash, diku 6 kapituj Malizi realisht mund të mbyll deri në muajin qershor. E më pas i mbeten do të arrijë numrin 20 dhe mbeten diku 12 kapituj tjerë, ndërsa 2-3 kapituj ekzistojnë për të cilat nuk negociohet sepse kanë të bëjnë me financat, numrin e deputetëve dhe gjërat që janë të përfshira në traktat, mirë po për to nuk negociohet, por rregullohen me automatizëm. Tash, Shqipëria për të hyrë në fazën e mbylljes së kapitujve, duhet sipas metodologjisë së re të ketë të miratuar një raport pozitiv për përmbushjen e kritereve kalimtare në fushën e rendit dhe ligjit. Në fjalorin e Bashkimit Evropian, ai që përdoret të njihet në gjuhën e IBAR, që duket se gjasat më të afërta janë të miratohet të kaloj diku nga fundi i 2026-s, a ka vende ose kryeqytete që mund të na i thuash cilat janë kundër miratimit të IBAR-it për Shqipërinë? Tash, synimi ka qenë që ky IBAR të miratohet që në dhjetor dhe ky vit të nisë me mbylljen e kapitujve, sepse asnjë kapitull sipas metodologjisë së re nuk mund të mbyllet pa u miratuar ai IBAR. Tash, pritet kanë qenë pra që të jetë më shpejt. Si zakonisht, propozimin e miratimit apo raportin e bën Komisioni Evropian dhe ajo ka bërë për Shqipërinë dhe Komisioni ka konstatuar se Shqipëria i përmbush kriteret. Mirë po tash, miratimi duhet të bëhet nga vendet anëtare. E shoh se në Shqipëri keq përdoret kjo, sepse në njërin anë opozita thotë se Shqipëria është bllokuar, që është e pasakt, dhe në anën tjetër duket se qarqet proqeveritare thonë se Shqipëria mori dritën jeshile pasi Komisioni Evropian bëri raportin. Tash as njëra as tjetra nuk është e vërtetë e plot. Do të thotë e vërteta është që Komisioni e ka kryer punën e vet dhe ka dorëzuar një raport. Dhe vendet anëtare, disa prej tyre kanë dyshime dhe nuk duan ta miratojnë në këtë moment. Duan që Shqipëria të jep më shumë dëshmi se sundimi i ligjit nuk do të pengohet. Tash diskutimet për këto çështje bëhen në grupën punuese. Ato janë në takime të mbyllura. Nuk janë sikur kënga e Eurovisionit ku ne mund të shohim se cili shtet gre dorën dhe sa pikë jep për cilin shtet kandidat. Nuk është në atë mënyrë. Por nga burime diplomatike mësojmë se ka vende, sidomos Gjermania, Holanda, Danimarka dhe disa vende që njihen, vende që kujdesen shumë për sundimin e ligjit, që nuk duan në këtë moment pa diskutime tjera ta miratojnë atë raport, por duan më shumë dëshmi. Tash, kjo në një mënyrë, sipas burimeve diplomatike,
lidhet me rastin e ish zëvendës kryeministres Balluku dhe ndonë se këta nuk shprehen për një rast të vetëm, në BE duan që përmes rasteve të tilla të shohin se sa të pavarura dhe të papenguara janë strukturat që merren me sundimin e ligjit në Shqipëri. Tash, lidhen me faktin që parlamenti vendosi të mos i heqë imunitetin me këtë vendim, apo me mënyrën se si u soll qeveria dhe majoranca në Shqipëri në lidhje me këtë rast? Janë të gjitha së bashku. Disa vende gjykojnë në bazë të prononcimeve publike të kryeministrit, do thotë një çortim i tillë i drejt për drejt ndaj SPAK-ut, apo deklaratat në kuvend dhe mënyra se si refuzohet heqja e imunitetit. Të gjitha këto ndikojnë, pa hyrë aty në debatet se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë.